Tani për të ardhur tek përgjigje pyetjes tuaj. Në fund tani, shumë shpejt. Tani, kodin penal e kemi në rregull, Marcela. I ka kodi penal, masat e sigurimit, i ka nga e leta deri tek merenda. Ka duhet aplikohen? Por çfarë bën prokuroria edhe gjykatat? Nuk marrin nga e leta tek e renda. Po marrin stilin arab që i lexojnë stprapthi, e lexojnë në renda vend tek e leta. Edhe burg pa afat, burg pa afat, burg pa afat. Sepse burgu pa afat t'jep lek. Po e futen burg tjetër, i shet shpina, i shet katandin, i shet tokat e tjera, që të mbushi gjepin ty për dalë nga burgu. Kurse detyrimi për paraqitjes t'jep gjë. Edhe prandaj edhe ndodh kjo. Më shumë e predispozuar. Okej, se kjo besoj që do duhet të marrë kohë tjetër për të analizuar dhe për çështjen e pagave të gjyqtarëve. Njëri gjyqtarëve duhet që ka shfutur në një përplasje virtuale me zotin Rama për kërkesat e pagave, rritje stratosferike, ka thënë zoti Rama, për njerëzit e drejtësisë, duke kërkuar shumë marrëmendse për pagat. Si mund të rregullohet kjo? Në fakt, kam dëgjuar edhe ndonjë koleg timin edhe e quan sigurisht përplasje pushtetesh. Domethënë po përplaset ekzekutivi me gjyqësorin edhe derisa ekzekutivi nuk u miraton pagat, po suale vetë gjyqësorit, atëherë kjo është ndërhyrje në punë të brendshme. Jo, kjo është një çmenduri. Buxheti i shtetit është buxhet shteti. Dhe buxheti i shtetit është i shqiptarëve, është i taksapaguzëve, tanë të gjithëve, edhe e kontrollon një qeveri e cila e çon, e miraton parlament edhe vazhdon. Kështu që kryeministri i vendit ka për detyrë kur shikon akte të tilla që dalin nga shinat, edhe kur ti, domethënë, një gjyqtar e ka pagën më të lartë se kryetari i shtetit, këto janë disproporcione që nuk t'i falë absolutisht askush. Ju do ishit kundër, le temi, kësaj kërkese? Po jam shumë kundër, jam kundër në radhë parë, në pikpamja parimore, po jam kundër edhe për shkak të asaj që me këto pagat larta që po marrin, këta po bëjnë një punë për faqe të zezë. Me standardin e drejtësisë që po na japin? Po nuk e justifikojnë pangë që marrin me punën që bëjnë. Të që është aktuale, jo më të rritur. Të që është aktuale nuk e justifikojnë. Janë, domethënë, haram këtë pagë që marrin. Tani ti kërkon shtesë edhe, domethënë, punë bosh edhe xhepin plot. Jo, do të mbushësh thesin e punës. Po, faleminderit avokat, ishte kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit.